Ka përfunduar vlerësimi i votave për kandidatët e votimit preferencial në lista hapur në 12 qarqet e vendit: Shkodër, Kukës, Dibër, Durrës, Berat, Korç, Gjirokastër, Vlorë, Elbasan, Lezhë, Fier dhe Tiranë. 93 komisionet zonale të administrimit zgjedhor numëruan dhe vlerësuan fletët e votimit për 5225 qendrat e votimit. Aktualisht më të votuarit në qarkun e Tiranës nga PS janë Blendi Gonxha me 21809 vota, Erion Braçe me 20261 vota, Ervin Hoxha me 18764 vota, Fatmir Xhafaj me 12453 vota, Ornaldo Rakipi me 9442 vota, Anila Denaj me 8656 vota dhe Blerina Gjylameti me 5715 vota. Ndërsa nga PD Jorida Tabaku ka marrë 18850 vota duke siguruar mandatin e vetëm nga lista e hapur. Në qarkun e Shkodrës nga PS të preferuar janë Edona Bilali me 8874 vota dhe Shkëlqim Sterkaj me 8371 vota. Ndërsa nga PD, Bardh Spahia ka marrë 9466 vota dhe Ted Kopliku ka marrë 6224 vota. Nga forca e tretë, Partia Social-Demokrate, kandidati Besnik Brahimi ka siguruar 3509 vota. Në qarkun e Kukësit, Shkëlqim Shehu ka marrë 7493 vota, ndërsa Isuf Çela ka siguruar 7060 vota. Në PS, kandidati Alban Zeneli ka arritur të fitojë 4207 vota. Në qarkun e Lezhës, forca e parë ka dalë Partia Demokratike ku Gjin Gjoni ka marrë 8873 vota, ndërsa nga PS Marieta Neli ka marrë 6745 vota. Në qarkun e Dibrës nga Partia Socialiste Agron Malaj ka marrë 12616 vota, ndërsa nga Partia Demokratike kandidati Xhemal Xhungshi ka marrë 5693 vota dhe Përparim Spahiu 5505 vota. Në qarkun e Durrësit, nga Partia Socialiste Arkend Balla ka marrë 18651 vota dhe Ani Dyrmishi 11576 vota. Nga Partia Demokratike Arjan Doja ka marrë 8232 vota dhe Aulon Kalaja ka marrë 7288 vota. Në qarkun e Elbasanit nga Partia Socialiste Sara Mile kryeson listën me 18626 vota, ndërsa nga Partia Demokratike Qani Xhafa ka marrë 5958 vota dhe Iliriana Liu ka marrë 4848 vota. Në qarkun e Fierit nga Partia Socialiste Ceno Klosi ka marrë 16638 vota, Klevis Jahaj 12696 vota, Asflorar Lagjiu me 11622 vota, Antoneta Dhima me 6860 vota, Elton Korreshi me 5966 vota, Zegjine Çaushi me 4070 vota dhe Dimitër Kruti me 3629 vota. Në qarkun e Beratit nga Partia Socialiste Hysem Buzali ka marrë 8206 vota, ndërsa nga Partia Demokratike Parid Mahmudaj ka marrë 7171 vota. Në qarkun e Korçës nga Partia Demokratike Fidel Kreka ka marrë 6523 vota dhe Kristiano Koçobelli ka marrë 5213 vota. Nga Partia Socialiste Ilirian Pendavinji ka marrë 10133 vota dhe Bledi Çomo ka marrë 9478 vota. Në qarkun e Vlorës, për Partinë Socialiste ka marrë Damian Gjiknuri 10031 vota dhe Vullnet Sinej 8757 vota. Në Partinë Demokratike Petraq Gjikuria ka marrë 3533 vota, Artan Liçajka ka marrë 3352 vota. Në qarkun e Gjirokastrës, Tërmet Peçi ka marrë 9468 vota dhe Piero Dhima ka marrë 6902 vota. Në Partinë Demokratike Alma Kore ka marrë 3569 vota dhe Arben Ristani 2881 vota. Ndërkohë kanë mbetur për të numëruar edhe votat nga diaspora për kandidatët, si votat nga jashtë vijojnë ende të numërohen.